Fanella e Zidane, që nuk e veshi kur, shitet për 52.000 euro, ishte finale së botrorit. Një fanellë e veçante e Zinedine Zidane ishte mes objekteve historike të vendosura në Ancan në Paris. Ky objekt ka marrë statusin e ikonës për një arsye shumë interesante. Bëhet fjala për fanellën që Zidane do duhet të kishte veshur në finalen e Kupës së Botës në 1998, por që në fakt nuk u përdor asnjëherë nga ai. Pavarësisht kësaj, fanella u shit për 52.000 euro. Pse Zidane nuk e veshi këtë fanellë në finalen e botrorit? Një shumë e konsiderueshme për një fanellë futbolli që të roq interesin e shumë koleksionistëve. Bluza blu me detaje të bardha dhe të kuqe u autentikua nga eksperti Jean-Marc Leinent, i cili shpjegoi edhe historinë e saj kurioze. Zidane ishte protagonist absolut i finales së botrorit 1998, ku shënoi 2 gola në fitoren 3-0 të Francës ndaj Brazilit. Ai kishte në dispozicion 3 fanella për atë ndeshje historike, shpjegoi ai. Kjo nuk është fanella që ai veshi gjatë ndeshjes. Zidane përdori 2 fanella, një në pjesën e parë dhe tjetrën në pjesën e dytë. Kjo është një nga fanellat shtesë që ai kishte në dispozicion për finalen. Megjithatë, gjatë ndeshjes nuk pati ndonjë incident apo arsye për të ndryshuar fanellën sërish. Ndaj kjo mbeti e papërdorur dhe sot është një objekt i çmuar për koleksionistët. Rekordi i fanellës së Zidane në Ancan. Në Ancan u shitën gjithsej 200 objekte, por fanella e Zidane ishte më e paguara me 52.000 euro. Krahas asaj u shitën edhe disa fanella të tjera historike, mes tyre fanella e Michael Platini nga finalja e Kupës ndërkontinentale 1985 kundër Uruguayt me 30.000 euro. Fanella e Kylian Mbappé nga faza e grupeve në botrorin 2022 kundër Danimarkës me 12.000 euro. Në Ancan u paraqitën dhe fanella të tjera legjendare e shumë të tjerë. Të gjitha të ardhurat nga Ancandi do të shkojnë për bamirësi.